Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndërruar Allahun xhallahu ala falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne jemi sot në takimin e radhës në këtë takim të sabahut. Allah bëftë të bereqetshëm, dobeshëm për neve. Dhe kemi marrë nëse takim me radhë, nuk po them mësime, nuk po them shpjegime të dhejzuara, nga që kjo temë dënë shumë më tepër sqarime edhe më tepër analiza dhe shtjellime, mirë po disa meditime të përgjithshme rreth pejgamberëve të Allahut te barekuhu te ala. Kemi thënë se njëri kur lexon Kur'an has në rrëfimet e pejgamberëve. Dhe Allahu te barekuhu te ala kur flet për pejgambert, normalisht flet për njerëz më të mirë. Nuk ka njerëz më të mirë se pejgamber normal. Edhe kjo është e pa diskutueshme dhe pa kontestueshme për çdo musliman. Do thotë muslimanët e dinë se Allahu te barekuhu te ala i ka përgjithë pejgamberët. Muslimanët e dinë se pejgamberlloku nuk është shkallë që arritet. Domthonë nuk mund njëri me përpjek e me arrit, është e paritshme. Po është përzgjedhje. Allahu e zgjedh këndon. Allahu e dim se i përzgjedh pejgamberët. Allahu e dim se i ka bëu pejgamber. Ai e din. Po na e dim që ata janë të përzgjedhur të Allahut te barekuhu te ala. Meqenëse të këtill ka mësime shumë. Domthonë kur flasim për pejgamberët e Allahut azza xal, flasim për mësime që Allahu i ka bërë të përjetshme, të përhershme. Do janë mësime që historia i fshin, kalojnë edhe harrohen. Mirë, mësimet e pejgamberit, mësimet të përjetshme, të përhershme. Nuk ka histori që i shlyn, nuk ka pushtet që ka mundësi me i bo me u harru pejgamber të Allahut azza xal. Edhe pse fatkeqësisht në librat shkollor nuk mësohet për pejgamber të Allahut azza xal. Një pjesë e rëndësishme e historisë është e shmangur, e shlyer. Mësohet për mbret ndryshëm, për udhëhes ndryshëm kështu me radhë, këto janë ato në rregull me mësu histori, e po njerëzit më të rëndësishëm të historisë janë të anashkaluar. Dhe kjo është padyshim për keqardhje. Nga se mësimet e pejgamberëve janë mësime që i bëjnë dobi krejt njerëzve. Allahu i ka përmend këta pejgamber në Kur'an që na më përfitu, më marr mësime. Nuk janë vetëm rrëfime historike, nuk është vetëm tregim. Hajde po flasim për tregimin e këtij pejgamberi. Nuk është ky tregim. Nuk ka rrëfim, por është shkollë në vetë, është mësim. Ti me një pejgamber realisht e ndërton një shkollë komplet. Edhe për mësimet e besimit, edhe për mësimet e jetës, edhe për mësimet e sabrit, edhe për mësimet e shumë të tjetës, mëson nga pejgamberët e Allahut azza xal. Andaj të në vëllezër nuk duhet të mësim milion anash. Na kemi marrë diçka për asaj, sa veç sa me u orientu në udhëzimet e Allahut për pejgamberët, çysh duhet mi kuptu. Andaj kemi mësuar se pejgamberët e Allahut çka kanë përhap? Dije. Ata s'kan përhap, thashë ata s'kan përhap besëtni, s'kan përhap mendime ndryshme të caktuara që unë mendoj kështu e ky mendon kështu, jo. Ata kanë përhap ilm, dije, të shëndosh që buron nga shpallja e Allahut te barekuhu te ala. Allahu i ka mësuar dhe atë që Allah i ka mësuar ata kanë përhap. Andaj është hajri i madh. Pastaj na ka mësuar edhe sjelljen, edukatën, na ka mësuar shumë sana, edhe kontributin e madh që kanë për njerëzimin në vazhdimsi. Pejgamberët e Allahut te barekuhu te ala të vetmit që kanë ardhur me dhonë edhe kurrë mos u marr. As kanë marrë pushtet, as kanë marrë pasuni, as kanë marrë kurrë për njerëzve. Veç kanë marrë çka? Tallje, shpeshherë, ofendime, sharje, akuza. Ndërsa ata kanë vazhduar durueshëm në misionet e tyre të shajt që Allah i ka ngarkuar me ta. Prandaj këta njerëz vlen për ta më fol, vlen për ta më mësu. Për shkak se thash kanë ardhur me dhonë. Kur ka ardhur puna për më marr, çka kanë thonë? E kemi cek. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Na nuk presim nga ju as shpërblim e as falënderim as mirënjohje. Innama nut'imukum liwajhillah. Ne ju japim për hir të Zotit te barekuhu te ala. Nëse i përmbledh të mësimet e ndrozë që kemi marrë tash, edhe dijen e kanë përhap, pastaj sjelljen, edukatën, kontributin, sakrificën, disa aspekte kemi marrë të jetës së pejgamberëve. Kemi marrë adhurimin, që kanë qenë adhurues në Allah te barekuhu te ala, që kanë adhuruar Allah xhallahu me madhnim, me përkushtim, me dashni e kështu me radhë. Nëse marrim këtë tash jetën e tyre edhe përmbledhim, çka marrim? Do na kemi marrë ndamës ka pak. Çka marrim nga përhapja e dijes, këtë marrim. Çka marrim nga adhurimi pejgamberëve, këtë marrim.
Kemi marrë disa segmente të caktuara të jetës së tyre dhe i mënuar që në atë segment me marrë disa përfitime të caktuara. Tash, në total, hajde komplet mësimit e pejgamberëve, nga jeta një pejgamber ka jetu, ka kontribu, ka dhënë mundin, ka vdek. Një ka ardhur, që është më ardhur. Në totalin e jetës e pejgamberëve, në totalin e mësimit të pejgamberëve, çka mësojmë na? E para që mësojmë të ndërruar nga totali mësimi është se përfundimi takon njerëzve të mirë. Sot që njerëz të mirë mundën me ndoshta ofendu, me u pengu, sot që ndoshta mësimet e tyre mundën me u ndaluar kështu më radh, megjithatë në fund përfundimi takon mirë. Allah thotë në Kur'an: "Wal aqibatu lil muttaqin." Përfundimi takon kujna, përfundimi i këndshëm, përfundimi i mirë i takon njerëzve të devotshëm. Këshire Nuhi a.s. 950 vjetë ka thirë. Të në vëdhë, 950 vjetë. Atër njërës ka nuk gatë ka qenë të tërë mënyre tjetuarit. Ka jetu njërës gjatë, pasaj ka shku jetë a njërë duke shku dhe sa ka arë në kohën tonë që njerëzit jetojnë 60-70 maksimumi, e disa e kalon edhe këtë ma te i prapë. Po mesatarja e njerëzve është 60 vjetë, mesatarja. E ta që kush e kalon, po dikush e ma herët vdes, për ndaj meni mesatarja me marë është 60 vjetë. Po për para në kohën e Nuhit a.s. në shekut e hershëm, njerëz kanë jetu më gjatë. Andaj Nuhi a.s. ka thirë 950 vjetë. E kanë refuzu, janë talë me te. Pastaj ka mendos giksat në vesh, e kanë thonë ti e qmende, ti ke lujtë, si normal. I ka thonë qysh marë mas te, kur veç fokarat për të njekin të japën, në me fokarat së në rrimë. Lëllëj talë edhe hezitime. Ka bu sabër. Në fundit, kush ka fitu? Nuhi a.s. Ata e shkatru, ja ka qëlloh dënimin e madh, Nuhi ka shpëtu me anijen edhe me besimtarët që kanë qenë në anije bashkë me Nuhin a.s. Mere Hudin a.s., mere Salihun a.s., mere Ibrahimin a.s. Ibrahim a.s. qëfar ka ndodhë? Allahu te barekotar nuk e ka shkatru popullin e Ibrahimit sikur se e ka shkatru popullin e Nuhit a.s. E për i kam poshtë Allahu a.s. I kam poshtë me argument. Disa popull Allahu i kam poshtë me fuqi, i ka shkatru. Disa Allah i kam poshtë me argument. U ka zhvlerësu komplet pretendimet e tyne. Edhe Ibrahim a.s. është nga kjo kategori. Ata janë tërbu shumë nga thyrja i idhujme, edhe që ka ndodhë? Kanë bënë një zjerë në malë, me djek Ibrahim a.s. Djega e Ibrahim a.s. Qëfar ka shërby? Do me djek mësimin, me djek fejnë, me djek udhëzime që ka me te Ibrahim a.s. Mirë po ka ndodhë komplet e kundër ta. Ata e kanë futë zjarë, e Allahu Gjellewala e ka ndryshu natyrën e zjarit. Nga djegje e ka bo freski. Nga se Allah është e gjithë fuqishëm. Ai që kep zjarit, dëmon natyrë të djegjes, jandron natyrën, kur dënë? Aja ka dhonë në rranish këtë natyrë. Edhe ja bë ndryshe. Përndaj edhe Allahu Gjellewala e ka ndru natyrën e zjarit. Nga djegje ka bo freski. E Allah thot, na i kemi thënë zjarit, ku një bërden, wa salamin ala Ibrahim. Bëhu, dëmon, e freskët dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Kush ka fitu? Ibrahim a.s. Për nën, dëmon, ja u ka thi idhujt. Ka me dëroj idhujt, anë të mrojnë, sen se ka gjithë. Ka unë këna me djeka, një dëgjëm një pra, sen se ka gjithë. Kush ka fitu? Ibrahim a.s. Fitan e që lidhet me Allahun te barekutaala. Ai kalon sprova, është vërtet. Ai ka mundësi ndoshta edhe vritet. Po fund, këtë epilogu përfundor, fundi, ku është fundi? Fundi është në herat. Që atje këtë kam i fitu veç njëtë. Ku e ke marrë këtë mësim? Pejgambert Allah në kam mësuar. Apse pejgambert Allah gjellëvar në esencë edhe në dunja ka fituar. Salihu a.s. Ku ka fitu? Në dunja. E kanë përshnu, e kanë nënqimu, e kanë refuzu. Ka njësë besojmë pa na nëzirë qikë i kukura përshe, ajtë një deve për qëtujtë. Po me qëka kolidi ka me besime? Po si mu i tekë dikujtë, hajtë për shamu bere dilin që të në tavan. Po shka shajgara, po Allah ja u ka pru, s'kam besu. Ate ka mëse prek një pro devën. Vazhdo një jetë në juaj, mëse prek një devën. Edhe prap, do mon, kanë vërdu në arrogancë, e kanë mytë devën. Qa ka ndodhë? I ka mytë Allahu krejtë. Krejtë i ka shkatru Allahu gjellë gjellë. E ka shkatru Salihun e me
besimtarë që kanë besuar të. Lutë alayhis salam, çashtu i ka shkatruar Allahu popullin e Lutit alayhis salam. Kështu më radh deri tek thash edhe Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, faraoni çka ka bëu faraoni? E ka mbyt Allahu ndetë e ka mbyt. Kush ka fitu? Musa alayhis salam. E ka kërcënuar faraoni, komo ta bua, komo bëu kështu, kurrë s'ka vojë absolutisht. Isa alayhis salam ka fitu. Kanë dashur me vra, Allah e ka tërheqë ai gjallë. E ka shpëtuar Allahu xhalla wala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allahu thot as se kanë kryqëzu, absolutisht është e vërtetë, nuk është kryqëzu Isa alayhis salam. Nuk e kanë kryqëzu. As nuk e kanë vra. Mirë, po ju ka doka tyne. Ju ka përgaqë që kanë bërë, po se kanë bërë ashtu, e kanë bërë dikon tjetër. Nëse Isa alayhis salam bar rafa'ahu Allahu ilayhi. E ka ngritë Allahu tek ai. Allah e ka marrë. Kush ka fitu? Isa alayhis salam ka fitu. Ka dashur me myt, e ka myt dikon tjetër gabimisht. Nëse Isa alayhis salam ka shpëtu, ka shkuar tek Allahu te barekotar. Muhamedi alayhi sallam kush ka fitu? Muhamedi alayhis salam ka fitu. Në fillim i dobët, i shtypun, i përndjekun, i akuzum, shpifje, keqtrajtime, dhunim, formë ndryshme, abuzime nga më ndryshme në fund. E kanë dëbuar nga vani i tij. Në fund çka ka ndodhur? Është ky triumfues në Mekë. E ka qërë Mekën, edhe i ka mbledh, e ka nullë kokën për turpit, tash ka me thonë. E i ka thonë pejgamberi son, qëka ja mërmene tash ka me bu me juve tash. Tash që e ku e këni për punën? Ka mujtë kjo punë më kri fillim? Me pas ju në derin, apo ka mujtë ata me pas në derin? E respekt në tonë, me përkra pejgamberi son, me inimu Allahu Azza wa Jall, e me fitu qësh duhet, s'ka ndasht. I kam poshtë Allahu Azza wa Jall, kokullur, e i ka thonë, ti e bore mirë, ti e një piktie, ti gjithë, këti kitë mirë. Këti ki bujarë. Ka thonë pejgamberi, idhhabu fa antum tulaka, shkani se të lirin edhe. Kush ka fitu? I fort i falë, se i doptë së në falë, i fort i falë. Të mojmë me të avo pas pëdu. I fort i, kur të falë i fort. Edhe ka fitu pejgamberi sa. Po të më të lëzër që, të më thonë, gjithë mund fitoria ku ataku pejgamberve. Ose fitore, tamam me plot kuptimin e fjalës janë poshtë popujt, ose fitore e argumentit. Popujt nuk kanë pas mundësi me i rezistu argumentet e pejgamberve. Kanë fitu edhe në kuptim fizik, po edhe në kuptim të mendimit, edhe në kuptim të s'është mendim që ka pejgamberi, po kuptim të udhëzimeve, kuptim të besimi që kanë me të pejgamberët. Nuk ka pas mundësi asnjë popull që ka refuzuar pejgamberët me imposht argumente të një pejgamberi. Ka pas mundësi? Po ti për këtë argument, na i kem do njerëz të mëshëm këtu, hajde me ta diskuto. A ka mujtë me prunë njerëz të mëshëm e me diskutimi Ibrahimin alayhis salam. S'ka mujtë që ata më të mëshëm që kanë fol pa lidhje. Zoti është ky, Zoti është ky. Tani Ibrahimi sa më ka bëu hajgore me ta. Ka unë pa adhuroj yllin, po të dësham. Kur ka përndu nga njën ata që shkojnë si duhet, dhe me ndoj që rrinë njëzat. Tani ka unë e pa adhuroj, hanën e pa adhuroj. Ibrahimi si ka adhuru këtu, lërga saj. Po i ka fund në kuptim të një lloj i njërim për ta. Që ka pa adhurojnë? La uhibbul afilin. Zotë që shpërëndan e livrit, e sërë gjithë me ty, sërë zotë Allah, një zotë që flanë. Për në me pasë nevojë për diçka për ta, për të qëpë për gjumit, ta përë me thirë zotën. Sërë zotë Allah, nuk ka zotë. Edhe ka fitu pejgamberët Allah gjithë mëna. Çështja tjetër të vëzë që e marim nga jeta pejgamber është se pejgamber kanë arë me ndryshu situatën. Popujt kanë adhur idhujt, kanë u padrejtësi, kanë qenë zhytur në mëkate, në punësia, shënime, kanë qenë domosdoshmë të devijuar, pejgamber kanë arë me ndryshu gjendjen, nga padrejtësia në drejtësi, nga mosbesimi në besim, nga dhuna edhe keqpërdorimet në shfrytëzim të duhur të mjeteve të barabarta për të gjithë. E kështu me radhë, në mundësitë e barabarta çdo kush me pas qasje në pasurinë e përgjithshme e kështu me radhë, e shumë të tjera. Megjithatë, nëse populli s'ka ndonjë ndryshimin, nuk ka mundë me ndonjë ndryshime. Pejgamberi kanë fituar, ka aspekte ata kanë fituar, për mëna qysh. Ama populli, nëse nuk ka dashur me ndryshu, Allahu thotë në Kur'an, inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndron gjendjen në popullin nëse ata nuk do të ndruajnë. Doni më ndru? Po, çe rruga, çe mësimet.
Nuk dëni ju me nërru. Vazhdoni tutje. Andaj do mund të vëllezër, badjava dikush të tek shumë pasën që na prinë që po. Kush kujt më prije? Do të pas kujt. Po. Andaj pejgamberi që ka ardhur, po kurse kanë ngu, s'ka kry puna as pejgamberi me kon kryet dhanit atë. Të dosh me ngue me kurse ngon, e s'përshtatë mësimet, atë s'ka mësime ndryshua. Pra ndryshimi të vëllezër bëhet kur masa e njerëzve bindet mësimet e caktuara edhe ndryshojnë. Pa u bind mësime, pa i marrë mësimet, nuk ka ndryshim. Edhe na si musliman, Kurani kena para veti, po pse s'ndryshojna për të mirë? Kena të meta, kena shinje, pse? Për shkak se nuk i marrim seriozisht këto mësime, nuk i marrim për ndryshim. Shpesh muslimanët e kanë Kur'anin për lexim, e kanë për sevap, e kanë me aquni i dekni në hatmën e diçka, po ti vetë çka ti përfiton? S'ka ndryshim. Po Kur'ani është problem, Kur'ani jo larg asaj. Kur'ani është në rregull këtë. Pejgamberi në rregull, ama për mu plotsu procesin ndryshimi duhet edhe njëri me dashur këtë punë. Me ngu. Andaj nuk ka gjithmonë faji në faktor të jashtëm, tek shumë pasat, të shumë konet, me dashur ndron gjithë njëra. Disa njerëz thonë të shkakton vakt pejgamberit. Çu kë kishte kon, vakt edhe më i keq. Apo sa të ki pejgamberin, mësimet janë, ajo mësimet. A është Kurani, njëjtë, s'ka ndryshuar kurrë. Andaj këto që njerëzit tentojnë me e shfaqsu vetveten edhe me justifiku vonesën e përmirësimit të shumë kone që ka shumë kone, thëmë pejgambert në kam thënë që sa që shtohë. Ai që ka dashur me ndrru, Allah i ka ndrru edhe në situata më të vështira ka ndrru. Ka pas popull që kanë qenë arrogant, kanë qenë shumë dhunshëm. Po ai që ka dashur me një që me kuptuar vërtet e ka pas mundsinë atë. Edhe sa dhe gjithmonë ai që don me mësu të vërtetën, ai që do me di ç'është është puna, ai që do me ndryshu rrugën e ka qel. Mundësit janë. Mirë po, me arsëtu, të shumë kone, të shkone, të sharë, të shku, janë fjallë të kota këto. Këto janë fjallë të kota. Që të edhe Allahu Gjelle Ora, kur ditë në gjykimi njerëzit e shojnë dënimin, që ka thënë? Rabbi rgjiun, o Allah këthem, la ali amelu salihan fima të rakt. Jetë e ko bo si të skuna poshtë, o pa të bori mirë më mohë. Pa të adho besën që bori mirë ka me kohë, veç edhe një shansë. Që ka thë Allah Gjelle? Kella, fjallë boshe, inna kelimetun huwa qailuha. Ti e fjallë boshe të nëke, ti me konë më ndrejsh poshtë, sa e konë njetë, tanët e mundësi e ke pas, a ke pas mundësi me ndru, a pëse s'ke ndru, bro? Sa qështja, këthe me njetë, sa pëtë që si bosht tjetën. Allahu pa thata, pa njëri, a që dhe me ndru, mundësi ne ka me ndru. A që dhe më konë me mirë, gjithë më ka mundësi më konë me mirë. Normal, gjdo shekull, gjdo kohë, gjdo vend, gjdo situatë, i ka sprovet e veta. Mirë po, me dash njëri, ka mundësi, ka gja punë më mirë me pasë. Në këtë kohë, për shembull, nuk kemi lehtë, apo, se i ka sprovat e veta, ka të lashe, ka probleme, ka normal djetë dunjan kjo. Mirë po, so këtë pejgamberët e kanë pasë të lashe? Po, e ma të fërset njët, ma të rësët njëve ti kanë pasë. E kanë pasë sabër. Edhe kanë insistu, kanë këmgullën dhe e kanë dalë. Ndaj, ai që do me ndërru, duhet me dash me ndërru. Ai që do me u përmirësu, duhet me dash me u përmirësu. Dërsa arsetimet, të shkon kjo, të shardhe, të shinkon ata, më shinkon këta. Të Allah thot, inna kelimetun huwa qailuha. Fjallë boshe. Fjallë, muhabet hesapi me thonë, se ndryshe s'ka arsuja. Gjithashtu nga ato që marëm të në rrugazër është se krejt tjetë në pejgamber me marë, gjdo pejgamber me marë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, këtë me ranë pejgamber me marë është që një pejgamber u konë për shamu me kitë gjuhë, një kitë popët, një me këtë mësime, do më ka dalime shumë aspekte. Mirë po nga gjerat e përbashkët pejgamber është sprova. Interesant. Do më nga kushën sprova? Zakonin nga 2 kategori. E tjertë po, nga 2 kategori, zakonisht, do më ka arë sprova e me të një spru pejgamber. Kategoria pasë dhe, kategoria pushtetarë o lakmiqarë. Kam pas pushtet, kam pas biznese, pasoni, me ngu pejgamberin prishën dhe të sene, se si ka marrë me drejtësi. Si ka marrë që shduhet, apo? Dhe tash, zgjidhja është me refuzu. Alhamdulillah. Zgjidhja është ka me refuzuat. Në kohën e Jajes a.s.
ai që ka qenë pushtet, ka dashur me martu një gru, ka pas haram. Nuk ka pas limë të gru me martu. Ama ka lakmu në gru. I ka unë njaj se lësam, hapti mu një leje, apo që unë e këtë gru me martu. Ka një s'ka leje, haram e ki zban. Që ka bo, ka marrë një me vra, jahin asëm edhe ka vra. Jahin asëm është vra. Nga pejgambert, e vra më është Jahi alayhi salam. E kam prej. Pse? E ka prish pushtetarit apo. Dhe faraoni kon të mit Musa e sa me këtë popull që ka pas. Pse? Pse e ka prish? Andaj zakonisht pushtetarët të ndërlozër që kanë karrika fituara jo me mund, nuk janë shërbim njerëzve, por e përdorin pushtetin për interesa personale, ata zakonisht nuk e dojnë njërin e drejtë. Zakonisht nuk e dojnë njërin që flet mirë. Për shkak se realisht çdo dy të fjalë mund keq e ki. Normal. Sa as nuk e meriton atë vend, as e ka fituar çish duhet, as punon për të merituar atë vend. Për shkak se këtë kontributi i është për interesa personale. Prandaj njerëz të mirë, njerëz të drejtë, njerëz të dikshëm që do janë pengesë për ta. Ai ka çeve pas një mas ignorante që e manipulon me mashtime, me rana, me parolla të mëdha, edhe vazhdojmë tutje. Sa tani që ashtu të dhoni mirë ato. Me bo dikush më që mund ka dalë më burë, për ti, kusht ka thonë që veç ti dush me konë që atjo. E tjera sene, pa dushim që situata pasaj, ndryshanon. Andaj pejgambert Allahu xhallahu ala kanë pas probleme direkte me masën elitare, jo një pushtetar në kuptim të karrikës, po elitën e popullit. Se elita zakonisht e ka shfrytzu masën. Kanë qenë një kategori njerëzve që kanë pas punë mirë, tjerë janë kënë argat tyne. E pejgambert kanë ardhur që me i vedisu njerëzit që ata mund me konë nesër me mirëqenie më të lartë ekonomike, sociale, politike e kështu me radhë. Prandaj këta e kanë zulmuar. Edhe pejgamberi më sprovu. Kush e ka luftu pejgamberin? Ti kurnin kush e ka luftu? A janë 4-5 arma që i din që ka luftuar. Është Abu Jahli, është Abu Lehebi, është apo janë tani me radhë një 4-5 tjerë, apo mos t'i përmani, e që ta, kush e ngun këta? Po këta e në konë udhëhes e mikës, po që ta dhe, se e kanë ditë, se me po me ngu pejgamberin, këta dhe në qërë më udhëhes. Dhaj, ju ka pëngu. Edhe, normal, masa, ose kategoria e dytë, që e zakonisht kanë qenë, kundërshtar pejgamberit kanë qenë, ignorantët. Njerëz donë që nuk kanë pas mundësi me kuptu që ka tonë që i pejgamber. Jo në kuptim të përrejmë me menjen, po kanë qenë ignorant në kuptim të mentalitetit, kanë qenë ignorant në kuptim të qasjes. Ka dikush, jo aspektin e koeficientit që ka tullë, e kuptan mirë, po është ignorant në kuptimin e sjelljes, ka sjellje ignorante, ka sjellje arrogante. Këta i kanë kundërshtuar pejgamberit Allahut azza wa jall. Është që edhe gjithmonë ignorantët për shembull kanë qenë problem me ulemat. Kush u ka më shumë të problem njerëzve të dikshëm, xahilat. Ja, ti or më ndru, ti or më bëu. Nga vëllai herë. Nga argumentin, nga dijen, s'është në gjendje me ngukit. Sa kupton apo? Ne ka qenë problem pengesë me pejgamber. Po ajo që duhet të them që është se emërosi i përbashkët i problemet pejgamberit ka qenë sprova me ignorant, sprova me pushtetar, me elitar, me njerëz të interesit personal, kanë pas probleme gjithmonë me ta. Edhe këta janë penguesit më të mëdha të vërtetës, gjithmonë. Nga ajo që marr nga pejgamberi është, ndërkohë është se e përmenda pak më lart, po kjo pak më e detajzuar është se thashë, domthonë pejgamberët kanë fituar. Aty një këta ku fundi, gjithmonë, edhe ju takon në dunja dhe në ahiret. E në kodër së mund të themi që Allahu te barekuhu te ala nga mësimet e pejgamberit shumë se çdo zullumçar që ka bëu zullum, Allah e ka shkatërruar. Andaj nuk ka perspektivë zullumçari. Afat ka afat. Nuk e dim sa jep Allahu afat. Ama zullumçari që bën zullum ka me e shkatërruar Allahu xhallahu ala, do on sot ose nesër. Çdo zullumçar ka përfunduar keq. Jep Allah afat në dunja, s'provë për njerëzit, ama fundi ti ka me konë shpejt, shkatërimi. Ka shkatërua Allahu zullumçar më të madh se do të kuaston qenë. Megjithatë,
Njerëz sot hala mendojnë pse prit veç pak. E din Allahu kur internon. Na kemi mësuar nga mësimet e pejgamberit se ato që ka thonë populli jon. Njerëz e kanë mësuar nga provojat, por dhe nga mësimet. Krejt gjërat kputen kur të hollohen. Dhe zullumi kur kputet? Kur trashet ato. Apo zullumi jo i holl, po sa më shumë trashët e më shumë domthon pjekët për më put. Pjekët për më prish, për më shkatruar. E tash sa do të më trash në zullum, na nuk e dim, e din Zoti te barekotar. A më e dim se sa të trash, veç ashtu e afro shkatrimin atë. Na shfredim. Ku kemi mësuar kët? Nga mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo zullumçar sa e ka trash zullumin, i ka bëu padresi shtresave dobta të njerëzve, pleqjve, grave, fëmijëve, njerëz të pafajshëm. Sa më shumë ka bëu zullum mbi ta, më shpejt ka ardhur dënimi i Allahut xhallahu ala mbi ta. Edhe në fund të shumë të janë mësime që mund t'i përmbledhim nga jeta e pejgamberëve, po në përfundim mund të mbyllim me këtë se përkundër faktit që pejgamberët e kanë pas të vërtetën, ata e kanë qenë të vërtetën, Allahu i ka dërgu, ata kanë qenë njerëz të përzgjedhur, këta kanë qenë në rrugë të shejtanit, ka dosh pejgamberi mi pështu, megjithatë ka qenë të vërtetë pejgamberi, i dërguar nga Allahu te barekotar, i përkrahur nga Allahu xhallahu ala, megjithatë është dashur shumë me punu për me ndru gjendin ato. Dhe njerëz mendojnë që na jena me të vërtetën. Allahu na ndihmon, po është fakti që je me të vërtetën nuk të jap të drejtën në menuar se komë të ndihmoj Zoti te barekotar. Allahu të ndihmon kur ti mundosh për të vërtetën, jo e pse e bën të vërtetën. Dhe ka ujt pejgamber me të shtëpia, më thonë çöne burra, unë jam pejgamberi i Allahut. Dashim pështim veni me termin. Te unë do pi 7 do pi 9 qështu, zveni për juve, ju mitë Zotit tomë, ama unë për ju kalëzaj, edhe me nejë shërpia. Me prejtë, kush zvjan, mirë, kush zvjan, problem, punë e madhe, kam i mitë Zotit, se unë jam këtu në të vërtetën, ata du të marrë të une. A kanë bukë shë pejgambert? Jo, Allah. Kanë qenë të vërtetën, e kanë qenë hake, kanë qenë pjella o dërgumë, madej, kejtë mjeti kanë marrë, kanë punua, kanë angazhue, munau, non-stop. Andaj të ndërëvëzër, du të punu. Me thonë për shambull, unë e besimtar, Allahu më ndihmon, rreth të shtëpia apo. E çon Zoti rrezikun. Ja domem është, ndonë punu, më angazhu, edhe në kuptim, domthon të furnizimit, të mirëqenies materiale, po edhe në kuptim të përhapjes së të mirës. Sa do të më jap mund më eduku fëmijët. Do njerëz thotë po bëj dua valla. Allah doja është në fund. Doja është në fund, para dua sa ke bë. Sa mundin e ke dhënë me eduku fëmijët, sa përpjekjen e ke dhënë, sa angazhimin e ke dhënë, sa investimin e ke bën për me kon gjendjen më mirë. Ja valla ku s'po kemi sa dur, ja valla. Nëse s'ki kohë për fëmijët e tu, për kanë ki kohë valla. Nëse nuk ki kohë për fëmijët e tu më nda, më eduku që duhet, për kanë ki kohë. Për familjen edhe që s'ki kohë, për kanë ki kohë. Ndaj duhet mund, do të angazhojmë, do të betej, do të vazhdojmë me punuar, me angazhuar. Ma çdo angazhimi angazhim dua, tani është ajo situatë. Thash pejgamberi Allahut nuk kanë në shtëpi. Me thonë që nëna këtu dërguan pe Allahut. Çu thash më, kush don? Jo Allah, kanë dalë tregë, kanë dalë aty. I kanë shoqë, apo kanë vazhduar. Duhet mund. Ajo dikush për shkak veç i thot dikush një herë, ai më ka lodh mua, po të thosha mua, apo po jo Allah s'bën nuk bën, do të mund. Nuk bën ani. Si thosh, nëse e ke pru, pret pak, mazodita pat e gjoni mirë, se ai nuk din çka të thonë. Me ditë ai valla nuk thotë çfarë thotë. Me ditë njerëz, për shkakun që nuk i bindin Allahut te barekotar, nuk besojnë Allahu xhallahu ora, në çfarë të keq që janë, po vinë na lipin ku të jemi, mëso mamunit ku. Po s'dën ai këtë punë. Është se kupton seriozitetin e situatës apo. E na që Allah na ka dhënë, e dim çka i bën me beson Zotin. Ne e dim çka i bën me fal namaz, ne e dim, se na që jena para librave. Ne na para Kuranit, ne e dim çka i bën me bujëna, ne e dim. Andaj duhet të bëjmë mund maksimal me shpëtu njerëzit. Mi nxjerr nga arsirat, veçanërisht të afërmit ton, akrobat ton, popullin ton, vendin ton. Ose s'kem që me pa kërkon, ka adënën Zotit të parë, vallahi kërkon. Kërkon pasë ke dhe me pështu. Pse? Çka të pengon ty filon fisteku që është që armik ke me kon kë, çka të pengon me kon xhenet nesër? Pse anë vëllai, pse mos ta me hisën tona? Jo e kisën tonë të dom me ka xheneti gjonosh, ka fem për tonë. Nuk na bën kënaqësi. Sinqerisht po them që mu kënaq
me dikam pse kam shku në xhehenem. Në dhimet. Po më që nësa ai insiston e këmgull, udhën qele ka. Më na duhet përpjek për çdo njeri, për çdo individ, për çdo krijesë Allahut, që shejtani ka manipulu, shejtani ka mashtru, shejtani ka deviju, na me shpëtu nga kthehet të shejtani me këtë rrugë të Allahut azza. Do të mund. A më thonë, unë në të vërtetë, në hak, unë po falna, Allah ka më ndihmu. Falësh për vetit, apo punë do të më kry. Gjinan për veti, obligimin e kry, ama sebeb do të më marr. Pejgamberi kanë marrë sebebet. Pejgamberi më çush shku në hijret. Çush shku në Medinë. A kon pejgamberi në drejtën. Po, njëri më i mirë pe që ka kriju Allahu xhalla xhelalu, njërin din kiamet nuk ka njëri më të mirë se pejgamberi, nuk ka. Nuk as pejgamber as i devotshëm as ka. Për asaj u dal me njërin më të mirë mas tina. E mas pejgamberëve, Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala. A kam thonë që unë ja kom si Medinës, Allah është me mu. Pse më shef? Pa ti viju dhe zrejqështë apo. Jo. Shef në shperën e 3 ditë. Desa ja ka mas pari kur dal për Medinës, për Mekës, për Medinën nuk u nis nuk Medinës. Nuk u shku ka Medinja, po shku ka Jemenin, të kundërtën. E tek mas do kodrëve ka ndru rrugën e ta u këthin rrugë Medinës atë. Kjo kjo? Kjo është me mundin që une e bune temën e Zotë. Morujt. Tash, ma shumë zdi që me bo. Ti tash rrujë më për. E tani, ka na e 30 në shpelë. E sa organizimi, që shka djale Ebu Bekri me për ushqimin e, a i bariju atë që i ka rujt delet, që i ka fshi gjurë më tepër. Sebepe, kejti ka nërmarë. E ka marrë udhëhecin e rrugës, me ka rrugën. S'ka thonë ma mësën Allah e udhën, ku hupen pejgamberi Allahut. Ja, rruga të në udhëhec, e ka marrë udhëhecin e. Sa sebepe ti ka marrë, në fund, thush pejgamberi Allahut, ku e kinë Allahun bështetin, mështetun Allahun. Ja, mështetun Allahun është i merë sebepet, edhe në Allahun bështetin. Andaj, në mësën, këtë në mësën, për të mënë, kush? Jeta e pejgamberëve. I kanë marrë sebepet, në mënu, kanë dalë, kanë punu, kanë thirrë, kanë angazhu, kanë këtë sebepet, pastaj në Allahun në mbështet. Atija kanë ndërzu çështjen, pastaj normal që vjen ndihma Allahut e përkrahja e tij dhe fitura për të në çdo aspekt. Kështu na duhet të punu, në çdo aspekt, të punu, të angazhu. Me lënë për të acin, me lënë plagështin, me lënë lodhje, me lënë arsvetimet, po me kon zellshëm, edhe në mësim, edhe në punë, edhe në produktivitet, edhe në angazhim, edhe në thirrje të njerëzve në rrugt të Allahut te barekuhu me çka do që t'kena mundësi, me dhënë mundin maksimal. E në fund me thonë që ja Rab, as po di më shumë, as po më shumë. Tash ti ai që i udhëzon, ti ai që na mëson, ti ai që na furnizon, ti ai që na ndihmon me ato që ke nevojë. Mirë po, jep mundin, jep angazhimin tënd. E mësimet e shumë që dalin nga jeta e pejgamberëve, derisa me këto 5 me i përmbyll, Allahu na bëf pasues të pejgamberëve, na bëf Allahu përques të mësimeve të pejgamberëve, e para se të bëhemi përques, na bëf Allahu përfitues neve të pejgamberëve, e na bëf Allahu nga ata që në dunjë i ndjekim mësimet e tyre, e në ret bashkohen në xhenet së bashku me ta, e në kryet gjithve me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu shpërblet për mënyrën, Allahu nderoft, me kaq po e përfundojmë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.